Situata është drejt normalizimit. Durrësi sot u gdhi duke filluar nga mes natar deri në rreth mesditës në një shi të rrëmbyeshëm me intensitet mbi mesatar, intensitet të lartë, ku patëm përmbytje të rrugëve, të banesave, të shtëpive, të tokave, paraqarku i Durrësit sot pati një situatë të rënduar nga rreshje me intensitet të lartë që përfshi për orë të tëra. Po përsa i përket edhe bllokimeve që ka pasur pikërisht hyrja për në Durrës, ose më konkretisht edhe ai bllokimi i autostradës për shkak pikërisht të kësaj, të nivelit të ujit, po e quaj, është ajo drejt stabilizimit, pra do të kenë mundësi qytetarët të cilët vinë nga Tirana, po jo vetëm që të përshkojnë pikërisht këtë rrugë, apo do duhet të vijojnë me rrugët alternative deri në një moment të dytë, deri në një njoftim zyrtar? Deri në momentin që flasim, nuk kam njoftim për normalitet të rrugës Durrës-Tiranë, të rrugës kryesore, por e them, deklaroj që situata është drejt normalitetit dhe gjithë strukturat e emergjencës civile, duke përfshirë dhe emergjencën civile të Tiranës, të cilët janë prezente nga mëngjesi i sotëm me mjete dhe me njerëz, jemi në terren për të normalizuar situatën. Krahas kësaj ne kemi bërë evadimin e disa familjeve, të cilat e kishin të pamundur vazhdimin të qëndrimit në shtëpi, kemi shfrytzuar dhe kemi dërguar në 2 kavalescencat atë të mbrojtjes dhe të Ministrisë së Brendshme. Rreth 60 persona nga 18 familje.